Gjykata e posaçme do t'i komunikojë të shtunën në mëngjes ministres së pezulluar Belinda Ballukut masën që i caktoi të njëjtën dhe ndalimin e daljes nga shteti. Zyrtarisht pritet që në orën 9 ajo të paraqitet në gjykatën antikorrupsion për verifikimin e kushteve të masës së sigurisë dhe të marrjes në pyetje, një vendim ky që prek edhe të bashkëpandehurit e tjerë, kreun e autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli dhe atë të korporatës energjetike shqiptare Eralde Lezi. Këta të fundit, gjyqtari Erion Çela i ka izoluar në shtëpi. Vizion Plus ka siguruar disa nga arsyet e caktimit të masave të sigurisë. Ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provës në funksion të hetimit të kësaj çështjeje, pasi për shkak të detyrës që ushtron e pandehura Belinda Balluku, aktualisht me funksionet e larta shtetërore, zëvendës kryeministër dhe ministër i energjisë dhe infrastrukturës, por edhe të pandehurit e tjerë Gentian Gjyli dhe Eralde Lezi, ekziston mundësia që ata të ndërhyjnë dhe të ndikojnë në prishjen ose azgjësimin e provave, në krijimin e rrethanave që vështirësojnë mbledhjen e provave. Një tjetër argument ka shërbyer edhe largimi i mundshëm i të pandehurve nga vendi, duke marrë shkas nga dyshimi se kanë kryer shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera. Në lidhje me ekzistencën e rrezikut të largimit të pandehurve, gjykata vlerëson se në rastin konkret ekziston rreziku i të pandehurve nisur nga sanksioni dhe marzhi i lartë që parashikon ligji për veprën penale që ata dyshohen, konkretisht nga 1 deri në 5 vjet burgim. Jo vetëm kaq, por gjyqtari Çela thotë se të bashkëpandehurit janë në kushtet për të kryer krime të së njëjtës natyrë. Gjykata vlerëson se në rastin konkret për shkak të rrethanave të faktit dhe personalitetit të pandehurve, duke qenë në ushtrimin e funksioneve respektive të tyre për shkak të detyrës, ekziston rreziku që ata të kryejnë krime të njëjtit lloji me atë për të cilin po procedohen. Më 31 tetor, prokuroria e posaçme e vuri në akuzë Belinda Ballukun për tenderin e tunelit të Llogaras me vlerë 189 milion euro. Sipas PAK, numri 2 i qeverisë bashkëpunoi me 5 zyrtarë dhe antar të vlerësimit të ofertave, të cilët gjithashtu janë marrë të pandehur. Në akuzë kanë përfunduar kreu i autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli dhe ish kreu i të njëjtit institucion Eviz Berberi, bashkë me antarët e Komisionit të vlerësimit të ofertave si dhe drejtorin e Kesh. Tenderi është zhvilluar fillimisht me 11 dhjetor të 2020-s, por më pas u anulua dhe u rihap në 22 qershor 2021 me fond limit 18.9 miliard lek pa TVSH.